Altin Dumani, në përfundim të mandatit të tij si drejtues i prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zhvilloi një takim me studentët e pedagogë të Universitetit Aleksandër Mojsion në Durrës. Ai u shpreh se sfidat e përballura gjatë viteve kanë qenë të shumta, por bilanci i punës së SPAK-ut është i prekshëm dhe i matshëm. Prokuria e posaçme tashmë është një institucion, përmenda, është një institucion i konsoliduar. Gjithashtu ka maturinë e duhur, prokurorët kanë integritetin e duhur, profesionalizmin e nevojshëm dhe këto janë garancit që mua më bëjnë shumë optimist për të ardhmen e institucionit. Vlerësoj se ardhmja e institucionit do jetë e mirë, shumë e mirë. Ai bëri të ditur se gjatë drejtimit të tij SPAK ka ngritur akuza ndaj personave me peshë të rëndësishme politike, duke përfshirë kryetar bashkish, deputet dhe ministra. Sipas tij, kjo dëshmon angazhimin dhe efikasitetin e institucionit në zbatimin e ligjit. Fjalët kanë peshë. Kur flasim për integritet dhe përgjegjësi, ato duhet të jenë në themel të një shoqërie të drejtë, të barabartë, me institucione që funksionojnë. Nëse flasim për korrupsionin, ai është një fenomen që na gryen në mënyrë të heshtur, na bën të humbim shpresën dhe krijon një realitet ku talenti dhe puna e palodhur janë të pavlera dhe përparimi është i mjergullt. Korrupsioni nuk është thjesht shkelje e ligjit, është shkelje e të drejtave të njerëzit, besimit të publikut, cënim i dinjitetit të qytetarëve. Lufta kundër këtij fenomeni nuk është vetëm detyrë e institucionit që drejtoi SPAK-ut, por e gjithë shoqërisë. Nëse refuzohet ky realitet, atëherë njëherësh brenda jush do të gjeni edhe forcën për ta përmirësuar. Dumani u shpreh i kënaqur për arritjet e SPAK-ut dhe përgatitjet për dorëzimin e detyrës tek Lodian Brau, i cili do të udhëheqë prokurorin për 3 vitet e ardhshme. Ai shtoi se sfida për një sistem të pastër dhe të drejtë nuk përfundon me ndryshimin e drejtuesit, por kërkon vazhdimsi dhe angazhim nga të gjithë palët.